E ftuar në një emision ka qenë Edisa, ku ka komentuar marrëdhënien Brikena Mateo, si dhe ka folur për thashë themet se ajo me banorin ka pasur një lidhje. Ish banori shprehur se asaj nuk i erdhi mirë që në finale shkoi një djalë që solli të shkuar edhe një vajzë brenda shtëpisë dhe se Mateo e nxorri Brikenën mashtruese para shqiptarëve. Ndërkohë aludimet që ajo ka pasur më parë një marrëdhënie me Mateon, i mohoi dhe i tha se ata nuk e kanë njohur njëri tjetrin para se të futeshin në shtëpi. Unë si vajzë nuk do doja kurrë që një djalë që përmend të shkuar në një vajzë në publik të shkojë në finale. Nuk e di se si e bëri Brikena dasëm sepse ai e nxorri atë mashtruese. Mendoj që ata e kanë lojë, një lojë që është luajtur bukur. Unë kam vënë basa të brenda dhe thuaj që nëse ata nuk puthen në ato nominim, do puthen të tjetrit dhe gjithmonë më kanë dalë bastet. Kështu që ishin shumë të parashikuar për mua, të them të drejtën, u shpreh ajo. Duhet të nisëtsohem totalisht nga Mateo, nuk njihemi fare nga jashtë. Kam 16 vite që jam shkëputur nga Elbasani, jemi dhe breza të ndryshëm, nuk kemi as njëjtin pëlqim karakteresh. Mendoj që sulmi ndaj Brikenës donin vetë ata ta interpretonin si xhelozi dhe kjo ndodhte sepse nuk kishin argument që t'ia dilnin. Përdorin pretekste se unë isha xheloze. Ju lutem hera e parë dhe e fundit që e them këtë. Edhe unë i pëlqej çunat muskuloz, por dua që të jenë të fortë dhe në karakter, diçka që tek Mateo nuk e pash. Gjithsesi tek ai shoh një djalë të mirë, theksoj me së tjerash, ish banorja. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.